Të shtëna me armë zjarri kanë tronditur mesditën e kësaj të hënë qytetin e Pogradecit. Ngjarja ndodhi rreth orës 13:15 në lagjen numër 3, ku pas një konflikti mbeti i plagosur në këmbë. Brian Zyso, rreth 35 vjeç, i plagosur u transportua menjëherë në spital, ku sipas mjekëve ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Si autori dyshuar i plagosjes identifikohet 24 vjeçari Nikola Golli, banues në Buçimas. Pas ngjarjes ai u largua me një automjet së bashku me një tjetër person në drejtim të Qafthanës, ku braktisi mjete në përpjekje për të shpërtuar në ndjekjes së policisë. Fal koordinimit mes strukturave të policisë së Pogradecit dhe drejtorisë vendore të policisë Elbasan, Agodhi u lokalizua dhe u arrestua në Prenjas rreth një orë pas ngjarjes, ndërkohë personi që dyshohet se e ndihmoi të largohej është padhur në kërkim. Sipas hetimeve paraprake, plagosja dyshohet të jetë vazhdimi i një konflikti të mëhershëm. Policia po heton pistën e marrjes, pasi në janar të vitit të kaluar Nikola Golli mbeti i plagosur me armë zjarri brenda një berberhaneje në Pogradec. Për atë ngjarje u akuzua Sindi Syzo, vllai i 35 vjeçarit të plagosur këtë të hënë. Hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe për të dokumentuar dinamikën e ngjarjes.